Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani dhe bëni subscribe. Miqtë të mi, sado që thuash se dhe të mba umuti për shpresa se diçka do lëviz në mënyrë pozitive, dikush po e rikthyer situatën në skenën politike, posaçërisht për shqiptarët në Maqedoni. Për të mbuluar gjitha mungesat e veta dhe për të mbuluar gjitha dështimet e veta, ata merren me shqiptarët. Emrimi i kryeshefit në orë, që ka të bëjë me Dibrën, ka ngritur në këmbë për të arsyetuar VMRO-n, apo më mirë të themi Mickovski dhe politikat e tij ndëshkuese, Asriti Senin, zëvendës ministri, i cili thotë, ndonjëherë është problematike të gjejmë personin adekuat. Dhe ku mos dalësh nga lëkura jote? Kjo që thotë Asriti Seni, zëvendës ministri me PBS nga Vlen, nuk qëndron dhe tingëllon si justifikim klasik politik. Pse e themi këtë? Po zëvendës ministri me PBS nga radhët e Vlenit, Asriti Seni, me profesion është profesori i dekatës fiskulturës. E çfarë ka të bëjë fiskultura me, po përveç fiskulturës mendore? Vlen, kur e emëroi, a thua ishte si kuadër adekuat në postin e zëvendës ministrit të policisë? Interesant. Dhe tash ai flet për mungesë kuadri adekuat. Ashtu i ka thënë nga Vlen dhe Mickovski, shefi. Dhe flet për shef policie në Dibrë se mungesë kuadri. Kjo është e pabesueshme. Dibra, Struga, Kërshova kanë plot kuadër policor shqiptar me përvojë. Stacioni policor i Dibrës humb peshë dhe zbret në nivel drejtorie, ndërsa kompetencat kalojnë në orë. Kjo është centralizim i pastër, jo reformë. Çfarë po ndodh realisht në terren? Policia e Orit do të merr kontrollin mbi Dibrën, që i bie humbi autonomisë lokale, dhe kontroll mbi gjithë kufirin me Shqipërinë, që në vërtetë ishte qëllimi i fshehur i qeverisë Mickovski. Pra, kontroll mbi gjithë kufirin me Shqipërinë tash. Unë çuditem, po në Dibër, Micko, Neli proagje shef ashjet, bif shef Gruevski. Pozicioni kryeshefit nuk është më në Dibër. Humbje simbolike dhe reale për faqësimit. Arsyetimi nuk gjetëm shqiptar është alibi për pazare politike të Vlenit. Dhe nuk është për të çuditur deklarata e Asriti Senit, nuk gjetëm përfaqësues shqiptar, morën pozicione tjera. Kjo kur përkthehet politikisht qartë del një pozitë strategjike u fal për të kompenzuar me disa poste ditësore. Kjo nuk është fitore, është shkëmbim në dëm të interesit lokal. Kishim në këtë situatë edhe në kohën e BDI-s? Kur? Lirim Bexheti dhe Musa Xhaferi ndronin postet e prokurorëve me gjykatës të thjeshtë, me LSDM dhe VMRO-n. Me sistematizim të ri do të takoj shqiptarëve, thot për të ardhmen Asriti Seni. Fjali standarde për të mbyllur debat, as afat, as garanci. Dhe si përfundim, kjo nuk është mungesë kuadri, është centralizimi i pushtetit, dobësim i divës çështjes shqiptare dhe justifikim politik i një vendimi të gabuar. Deklarata e zëvendës ministrit të punës vërtetë Asriti Seni nuk është as gaf dhe as keqkuptim, është pranim publik i një dështimi politik të Blenit dhe i një pazari të pastër në dëm të Dibrës dhe shqiptarëve. More Vlen. Të thuash se nuk u gjet kuadër adekuat shqiptar për shef polici në Dibër, Stru, Kërshova rrethin, është fyerje për inteligjencën publike të shqiptarëve në Maqedoni. Këto zona kanë dekada që nxjerrin kuadër policore, oficer karriere dhe profesionistë të sigurisë. Problemi nuk është mungesa e kuadrit, problemi është mungesa e vullnetit politik. Unë kështu pak si më i moshëm do të them. O Kërshova kishte për DBK o kush. Që shkoni në Jugosllavisë, pastaj në kohën e Maqedonisë të Kirill. Mos flasim edhe në kohën e BDI-s. Plot. Ajo që ndodh realisht është kjo. Dibrës po hiqet pozicioni, po hiqet kompetenca dhe po hiqet zëri. Stacioni policor zbret në nivel drejtorie, ndërsa kontrolli kryesor kalon në orë. Ky nuk është reformim, ky është centralizim i qëllimshëm i pushtetit. Arsyetimi se kemi kompenzuar me pozicione tjera është edhe më problematik. Siguria publike nuk është monedhë shkëmbimi, nuk është treg ku humb një pozitë kyçe për të fituar disa posta rëndësore. Shefi i policisë është pozicion strategjik, jo deklarativ. Premtimi se me sistematizimin e ri pozita do të takojë shqiptarëve është fjali boshe, e dëgjuar shumë herë, pa afate, pa dokument, pa garanci, thjesht një mënyrë për ta shtyrë reagimin dhe për ta mpirë opinionin. Unë nuk jam ndonjë fetar i madh, por kam trashëgimi
fen nga prindrit e mi dhe ata thonë, të ardhen e di vetëm Zoti. Por tash deli se e di ka edhe Astrid Hiseni dhe Vleni. Në fund mesazhi është i qartë. Kur vjen punët e pozitat kyçe, shqiptarët nuk gjenden. Kur vjen punët e justifikimit, shqiptarët aty gjenden gjithmonë që janë në qeveri. Dibra nuk ka humbur sepse nuk ka kuadre. Dibra po humb sepse dikush ka pranuar të humbas në emrin e saj. Nëse ky quhet sukses politik, atëherë standardi ka rënë më poshtë se vetë drejtoria që e hoqën Dibrës. Dhe kjo është edhe më interesante. Ditë më parë në podcast kemi thënë se Vleni nuk ka kuadër njerëzor as kapacitet intelektual. Ja tash e pranojnë. E pranojnë. Me dorëheqjen e zëvendësministit të arsimit, tash po bëhet vërtet pazar nga Vlen. Ke problemi tyre. Dhe do ndalem edhe një çështje që ka të bëjë pak me ata të cilët kanë punuar, gurbetçarët tanë, kanë punuar në gurbet, pa marrë parasysh ku kanë qenë në Afganistan, në Irak e kështu me radhë, dhe kanë protestuar sot para komunës së Tetovës, kundër DAP-it, për tatimin kur kanë punuar në Irak dhe Afganistan. Ishte shumë keq më vjen. Unë kam pasur shumë të lashe me DAP-in viteve të 90-ta, kur ende nuk funksiononte për shkak të radiovisarët. Turli fart tatimesh dhe asnjëherë nuk e kam fituar. Inshallah ju fitoni, por DAP-in askush nuk e mund. E dini pse? Sepse nga DAP-i qeveria miel tatimet e pastaj mbetësh ti ai që do t'i paguani. Inshallah ja delni, unë jam me ju, por shpresat janë të vogla. Nuk është okej, por ne vazhdojmë më te. Në ndërkohë, po bëhet potere e madhe lidhur me gjitarin Gjoka Ristov nga Shkupi, i cili më në fund mori një burg shtëpiak. Dhe ju gjetën 350.000 euro. Dhe atë në kuzhinë, policia jep një lajm mjaft interesant se e kanë kapur, duke parë se kanë pasur aty disa ndryshime se përket murit. Interesant. Dhe kush e spionoi? Ose vetë, ose e kanë përgjuar telefonin. Më habit, qeveria e Republikës së Maqedonisë deri më tani ka dalë një deklaratë sot dhe thot Ministri i Bujqësisë, Pilltarisë dhe Ekonomisë Ujrave Cetan Triponovski, se deri tani janë bler 25.300.000 kg duan me vlerë 170 milion euro, a këndej flasim për ligjin e ri i cili do të ndëshkojë pirësit e duanit në vende publike. Interesant. Pra dhe njerë, Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani dhe bëni një subscribe.